Derit zonja kryetare, të nderuar koleg, pak orë më parë Banka e Shqipërisë publikoi të dhënat e fundit për sa i përket besimit në ekonomi. Dhe bizneset shqiptare nuk kanë besim tek ekonomia shqiptare, një rënje e besimit në ekonomi, e cila ndihet kryesisht në disa sektor kryesor, në atë të industrisë, në sektorin e tregtisë e kështu me radhë. Po si ka mundësi që këtë prosperitet të madh ekonomike, këtë zhvillim të madh ekonomik që sjell buxheti më i madh, nuk po e ndjen askush, nuk e ndjen bizneset, nuk e ndjen qytetarët, nuk e ndjen askush, përveç qeveritarëve sigurisht. Fuqia blerëse sot, ndërkohë që flasim, të shqiptarëve me pagën mesatare më të ulët në rajon është vetëm 34% e fuqisë blerëse të Bashkimit Evropian. Dhe kur e krahasoj me vendet fqinj si Maqedonia e Veriut, Serbia, shqiptarët mbeten më të varfrit dhe më të pambrojturit. Kriza ekonomike ka kapur shumë sektor. U diskutua sot këtu për bujqësinë, u diskutua për sektor të cilët janë në nën financim, por njëri nga sektorët që vuan jashtëzakonisht shumë si rezultat i zhvlerësimit të euros është sektori i fasonerisë. Industria fasone tekstileve dhe këpucëve punson mbi 70.000 qytetarë shqiptarë dhe ka peshën 30% në eksporte. Por kjo industri përballet me sfidën më të madhe të 20 viteve të fundit. Sipas dhënave vetë qeverisë, 23% ka rënë kjo industri, 7.8% vitin e fundit, në 4 vite në total 23%. Dhe rënja me 23%, vetëm në muajt e parë të vitit 3000, kompani që prodhojnë e që eksportojnë jashtë janë mbyllur nga Shkodra në Laç, nga Gramshi në Bilisht, është alarmante për një sektor që ka një numër të konsiderueshëm të punësuarit që mund të jetë sektori i dytë mbas industrisë së bujqësisë e të turizmit. Ekonomia e Shqipërisë nuk e ka rritjen e pritshme të saj. Bujqësia fatkeqësisht nuk ka reflektuar atë që duhet reflektonte ekonomia shqiptare mbas rritjes së turizmit dhe industria është sektori i dytë që reflekton këtë krizë. Zhvlerësimi i euros dhe rënja e fuqisë konkurruese të produkteve shqiptare po shkatron sektorin e industrisë. Pavarësisht zhvlerësimit të euros, duhet kishim një rritje të çmimeve të produkteve që vijnë nga jashtë me 20 deri në 40%. As kjo nuk po ndodh. Janë dy sektor të cilët si rezultati i informalitetit dhe parave të pista që vinë në ekonomi janë dëmtuar në rënd. Dhe cilat janë masat që merr qeveria? Qeveria i thot këtyre bizneseve që do të ngrijë pagesën e tatim fitimit. Këto biznese nuk kanë fitim. Çfarë pagese do ngri për tatim fitimin kur këto biznese nuk kanë fitim? Në diskutimet gjata me kolegë tjerë të parlamentit, me këtë industrinë në mënyrë të veçantë, kemi dëgjuar problematikat që ato kanë dhe problemi kryesor që ato kanë sot është që ne duhet i ndihmojmë ato të bëhen gati për tregjet europiane. Duhet i ndihmojmë ato që të mbyllin ciklin e prodhimit dhe nga produkte gjysmë të gatshme të kenë një cikël të plot prodhimi, ku të nxjerrin në tregjet europiane produkte made in Albania. Çfarë produktesh do të shes Shqipëria në tregun europian? Në qoftë se bujqësinë e ka mbytur, e ka zhdukur, i ka bërë praktikisht produktet shqiptare për të hedhur në rrugë. Në qoftë se industrinë fasone sot është duke e shkatruar, duke i detyruar që të mbyllen fabrikat e duke i detyruar që të hidhen në rrugë punonjësit. Çfarë po eksporton sot Shqipëria? Kush është produkti made in Albania që do të deklarojë qeveria shqiptare që është duke nxjerrë në tregjet europiane? Këto biznese, si rezultat edhe i mungesës së procesit integrimit dhe pjesëmarrjes në tregun e përbashkët europian, a e dini që paguajnë tarifa njësoj si Kina? A e dini se çfarë ka shkaktuar mungesa e këtij procesi tek bizneset? Unë jam e qartë që struktura e ekonomisë do ndryshojë patjetër, që bizneset patjetër duhet të rimodelohen, duhet përshtaten me tregun dhe duhet të ndryshojnë dhe mënyrën e konceptimit të tyre. Është normale që disa prej tyre të mos funksionojnë më dhe dalin nga tregu, po nga ana tjetër, një industri të tillë e cila operon, që ka investuar, që ka të punësuar, ne duhet ta ndihmojmë që të përballet për sfidat e tregut evropian dhe duhet patjetër që të vendoset një fond garancie, ashtu siç kanë propozuar në një subvencion dhe një fond garancie, ashtu siç kanë propozuar në amendament, për t'i ndihmuar bizneset që të investojnë, jo t'i ngrim tatim fitimin kur nuk e kanë tatim fitimin. Ndihma që mund t'japim për këtë industri është ndihmë që jepet për 70.000 familje shqiptare, për 70.000 familje shqiptare që sot
mund të hidhen në rrugë për 70.000 familje shqiptare që varen nga pagat e një sektori që t'jemi të gjithë të drejtë me njëri tjetrin është me paga minimale. Këtu nuk po flasim as për pagat larta, nuk po flasim as për kontribute jashtëzakonisht larta, po flasim për pagat ulta për punonjës të cilët e kanë gjetur këtë si një mënyrë si të vetmen, mënyrë jetese. A e dini që rritja e pagës minimale e dëmtoi jo vetëm të punësuarit në këtë sektor, po dhe këtë sektor, se kur thot qeveria kam rritur pagën minimale, mos kujtoni se del gjë nga buxheti i shtetit. Rriten vetëm kontributet në buxhetin e shtetit, po ndërkohë edhe punëdhënësit dhe punëmarrësit pothuajse kanë rritur pagesat e tyre dhe pothuajse janë në të njëjtin nivel pagat minimale me ato që ishin më parë vetëm si rezultat i rritjes kontributeve. Dhënia ndihmë emergjente e këtij sektori që sot është në krizë, dhënia ndihmë emergjente e sektorit të bujqësisë që është në krizë dhe rimodelimi i biznesit në këto dy sektor, unë mendoj që duhet ishin element kryesor të këtij buxheti. Një vend që thotë që kam hapur negociatat, që do e bëj gati Shqipërinë për tregun së pari rajonal e së dyti për tregun e përbashkët evropian, a e dini se çfarë kanë buxhet për t'i ndihmuar bizneset shqiptare? Zero. A e dini se çfarë kanë plan për të shitur produktet shqiptare jashtë? Panajiret, thot qeveria shqiptare. A e kuptoni se çfarë konceptesh të dalë mode, do thoshte Ministria e Shëndetësisë, çfarë konceptesh arkaike kanë këto për të shitur produktet shqiptare? Koncepti i tyre është vetëm panajiret dhe asnjë mbështetje reale për t'i ndihmuar këto biznese për të përballur me sfidat që ka jo vetëm ky proces, po edhe ekonomia shqiptare. Biznesi i industrisë fason, industria dhe bujqësia në përgjithësi janë shëmbëlltyrat më të mira të ekonomisë shqiptare. Rënje, katastrofë, ku sot kushdo që jeton me të ardhurat e këtij sektori është lënë në mëshirë të fatit.